Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse pini 2 kafe në ditë, urgjente duhet ta dëgjoni këtë, do ngeleni pa fjalë. Ka ditë kur mëngjesin nis me aq vrull sa një filxhan kafe nuk mjafton dhe menjëherë rrufit të dytin. Kafja është një ndër pijet më popullore në botë duke patur në konsiderat faktin se çdo vit njerëzit pinë plot 450 miliard filxhan kafe. Kafeja është e pasur me antioksidantë dhe gjithashtu ajo mund të jetë e dobishme edhe për mëlçin. Mëlçia është shpesh e rrezikuar nga ciroza hepatike, një sëmundje kronike e cila shkakton bllokimin e qarkullimit të gjakut në mëlçi. Por të dhënat gjithashtu tregojnë se nëse ju pini 2 filxhan kafe në ditë, mund të paksoni gjasat e cirozës hepatike. Një studim i vitit 2016 zbuloi lidhjen e fortë mes konsumit të kafes dhe rrezikut të cirozës. Sipas shkencëtarëve, kafeina metabolizohet në një substancë e cila parandalon zhvillimin e cirozës së mëlçisë. Kafeja dhe mëlçia. Ndërkohë, shkencëtarë të tjerë amerikanë janë të mendimit se pirja e 2 filxhan me kafe në ditë ul rrezikun e prekjes së mëlçisë nga hepatiti C. Sipas tyre, kafeja përmban 100 përbërës aktiv, përfshirë këtu antioksidant, polifenol dhe kafeinën. Kjo e fundit luan rolin më kryesor në rrezikun e sëmundjeve të mëlçisë. Një studim i vitit 2005 i publikuar nxori në pas se sasia e kafes ka lidhje të drejtpërdrejtë me uljen e gjasave të shfaqjes së sëmundjeve të mëlçisë. Nga ana tjetër, kafeja gjithashtu luan një rol të fortë parandalues kundër hepatitit, një sëmundje ngjitëse e cila prek mëlçin. Plot 150 milion njerëz në botë vuajnë pikërisht nga kjo sëmundje sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Shumë studime të kryera në vitin 2009 dhe 2011 treguan se kafeina ka një rol mbrojtës të mëlçisë kundër sëmundjeve kronike. Sipas tyre, progresi i këtyre sëmundjeve ndalohet fal konsumit të 2 ose 3 filxhan me kafe në ditë. Cilat janë vlerat e tjera të kafes? Ul rrezikun e sklerozës së shumfisht, ul rrezikun e humbjes së jetës në mënyrë të parakohshme. Gjithashtu lufton depresionin, mbron nga diabeti tipit 2, pakson gjasat e shfaqjes të sëmundjeve të lëkurës, përmirëson performancën tuaj fizike, ndihmon në rënien në peshë. Këto përfitime vlen edhe nëse ju pini më pak se 3 filxhan në ditë. Në të kundërt, kafeja mund të kthehet në një armik të organizmit. Kafeja nuk duhet pirë me stomakun bosh sepse shkakton një rënje të menjëhershme të sheqerit në gjak dhe rrit nepsin për ëmbëlsira. Ju nuk duhet të pini kafe pas orës 2 dhe shoqërojeni me pak kanellë pluhur për të patur një shije më të mirë. Është e vërtetë se ka diçka tepër shqetësuese gjatë konsumit të një filxhani kafeje dhe shumë njerëz as nuk e imagjinojnë dot që të kalojnë ditën pa pirë të paktën një filxhan, por a është e mirë pirja e kafes? Studime të shumta kanë treguar se kjo pije, kaq e preferuar në mbar botën, është e mbushur me substanca të cilat mund të ndihmojnë në mbrojtjen kundër Alzheimerit dhe sëmundjeve të zemrës. Ajo përmban gjithashtu antioksidantë dhe substanca të tjera të cilat mund të zvogëlojnë inflamacionin e brendshëm dhe të mbrojnë kundër disa sëmundjeve. Për më tepër, ne këtu do t'ju tregojmë edhe arsyet pse kafja është një pije kaq e shëndetshme, por gjithmonë nëse nuk e teproni me të. Cilat janë përfitimet kryesore shëndetësore të konsumit të kafes? Përtej rritjes së energjisë, mënyrat se si kafeja mund të ndikojë pozitivisht në shëndetin tuaj janë:
Mund të jetoni më gjatë. Studimet e fundit të zbuluan se ata të cilët pinë kafe kanë më pak gjasa që të humbasin jetën nga disa shkaqe kryesore si sëmundjet koronare të zemrës, goditjet në tru, diabeti dhe sëmundjet e veshkave. Trupi juaj mund të përpunojë më mirë glukozën ose sheqerin. Kjo është teoria e cila fshihet pas studimeve që zbuluan se njerëzit të cilët pinë më shumë kafe kanë më pak gjasa që të preken nga diabeti tipit 2. Zemra juaj ka mundësi që të jetë më e fortë. Konsumi 1 deri në 2 filxhan kafeje në ditë mund të parandalojë në dobësimin e zemrës. Ju keni më pak gjasa të zhvilloni sëmundjen e Parkinsonit. Kafeina jo vetëm që lidhet me një shans më të ulët të zhvillimit të sëmundjes së Parkinsonit, por gjithashtu mund të ndihmojë ata me këtë gjendje që të kontrollojnë më mirë lëvizjet e tyre. Mëlçia juaj do të jetë gjithashtu më e shëndetshme. Ulëmtimet kanë treguar se ata të cilët pinë kafe kanë më shumë gjasa të kenë një shëndet më të mirë të mëlçisë sesa ata të cilët nuk e pinë. ADN-ja juaj do të jetë më e fortë. Kafeja e pjekur shumë zvogëlon dëmtimet në ADN, të cilat ndodhin natyrshëm, por që mund të çojnë në sëmundje të këqija nëse nuk riparohen nga qelizat tuaja. Shanset për të prekur nga sëmundjet e zorrës së trashë do të ulen shumë. Ju mund të ulni rrezikun për të prekur nga sëmundja e Alzheimerit. Konsumi 2 filxhan kafe në ditë mund të sigurojë një mbrojtje të konsiderueshme kundër zhvillimit të kësaj sëmundje. Mundësitë që ju të pësoni një goditje në tru ulen. Për gratë, pirja e të paktën 1 filxhan kafe në ditë shoqërohet me ulje të rrezikut të goditjes në tru, që është edhe shkaku i katërt kryesor i humbjes së jetës tek gratë. Shpeshherë ne e pyesim veten nëse konsumi i kafes është i mirë apo i keq për shëndetin tonë. Në vitet e fundit janë bërë studime të shumta për përfitimet shëndetësore të pirjes së kafes dhe shumë prej tyre kanë qenë vërtet pozitive. A është vërtet e mirë kafeja? Në vitin 1991, Organizata Botërore e Shëndetësisë e klasifikoi kafen si diçka të keqe për shëndetin, ndërsa pas disa vitesh ata thanë se nuk ka asnjë provë përfundimtare. Në fakt, kafja ka vërtet vlera pozitive për shëndetin, duke filluar nga reduktimi i rrezikut për sëmundjen e Alzheimerit. Kafeja përmban sasi të mëdha të kafeinës e cila ndikon në funksionet e trurit. Njerëzit të cilët të vuajnë nga humbja e kujtesës duket se kanë nivele tepër të ulta të kafeinës në gjakun e tyre dhe për pasojë ata mund të preken nga demenca gjatë kalimit të viteve. Zvogëlon rrezikun e prekjes nga Parkinsoni. Parkinsoni gjithashtu është një sëmundje kronike e sistemit tuaj nervor qendror që karakterizohet nga dridhjet e trupit. Studimet kanë treguar gjithashtu se kafja, përveç se ka efekte neuroprotektive gjatë zhvillimit të sëmundjes së Parkinsonit, gjithashtu mund të ndihmojë me simptomat fizike të kësaj sëmundje. Parandalon gjithashtu dëmtimin e ADN-s. Pirja e kafes mund të parandalojë dëmtimin e ADN-s, si edhe ulë rrezikun për të prekur nga sëmundje të ndryshme. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!